Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. 82 deputet socialist në Kuvendin e Shqipërisë votuan kundër kërkesës së SPAK për caktimin e masës së arrestit për ish-zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Pro kërkesës së SPAK ishin 47 deputetët demokrat. Projekt vendim për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin ose heqjen e lirisë së deputetes Belinda Balluku nëpërmjet vendësimit të masës sigurimit. Votimi është i hapur. Procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi me elektronik. 47 vota pro, 0 abstenim, 82 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Vijojmë me rendën e ditës. Pika 4. Prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit akuzon ish numrin 2 të qeverisë për shkelje të barazisë në tendera. Hetimi ndaj saj do të vijojë në gjendje të lirë dhe vetëm në masën e ndalimit të daljes jashtë shtetit. Vet Balluku nuk ishte në sallë, ndërsa kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm. Në ambientet e jashtme të Parlamentit të Shqipërisë, militantë të Partisë Demokratike ishin mbledhur në protestë kundër këtij vendimi. Argumentat kundër kërkesës së SPAK për arrestimin e Ballukut u parashtruan nga kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja. Si autor i raportit nga radhët e shumicës në pushtet, Manja deklaroi se Balluku ka respektuar masat e sigurisë që janë vendosur ndaj saj dhe procesin penal dhe nuk ka asnjë fakt që ajo të mund të prish provat apo të aratiset. Akuza penale ndaj deputetes Belinda Balluku nuk ka ndryshuar dhe lidhet me veprën penale të shkeljes barazisë pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Sipas neneve 258 dysht kodit penal. 2. Nuk ka akuzë për korrupsion. 3. Nuk ka akuzë për pengim drejtësisë, ndryshe nga sa parashtrohet në kërkesë, por ndryshe edhe nga sa u parashtrua sot në raportin e pakicës parlamentare. Sipas tij, duke qenë se nuk është më në detyrë, garanton se nuk mund të përsërisë krimin. Nuk rezulton të jetë evidentuar domosdoshmëria e vendosjes së një mase të tillë në raport me ushtrimin e mandatit parlamentar dhe me funksionimin e institucionit të Kuvendit. Deklaroi Ulsi Manja. Oert Byllikbashi paraqiti në emër të deputetëve demokrat raportin e pakicës në Komisionin e Mandateve pro caktimit të masës së sigurisë nga SPAK për ish-zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Në emër të demokratëve në Kuvendin e Shqipërisë, Byllikbashi deklaroi se vendimi i socialistëve për të mos e lëshuar Balluku në duart e drejtësisë është vetëm një mbrojtje ndaj Edi Ramës. Me propozimin për mosheqjen e imunitetit cënohet interesi publik, dekurajohet lufta kundër korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin, dëmtohet reputacioni i parlamentit, të gjithë do fillojnë ta shohin si korrat që mbron krimin dhe korrupsionin, pengohet drejtësia dhe kuvendi shndërrohet në mburojtje politike, në mbrojtje të zyrtarëve të lartë korruptuar, ndërhyjet në kompetencat e sistemit drejtësisë si dhe cënohet parimi i barazisë para ligjit. Kryeministri Edi Rama kritikoi SPAK për mënyrën e trajtimit të çështjes së ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sipas kreut të qeverisë shqiptare, akuzat e pretenduara janë të mbështetura vetëm në të dhënat e gjetura në telefonin e ish-vartësit të saj Eviz Berberi. Kryeministri akuzoi SPAK se ka përdorur dhe mediat për të dënuar publikisht ish-zëvendës kryeministren përpara se të bëhet gjyqje ndaj saj. Mjaftoi që ndaj Belinda Ballukut të ngrihen të tëra dallgët e detit të urrëties që zien pa pushim në 700 tenxheret e pazarit ton politike mediatik dhe të mblidhen të tëra rrjet e fantazive perverse të rrjeteve sociale për ta kthyer njeriu në një kriminal. 300 vila, 2 jahte, 10.000 euro solucione magjike për një larje makine, ndërkohë rrugët e ndërtuara në periudhën e drejtimit saj u shëmbën që të gjitha nga korrupsioni. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin se ofroi mbrojtje për Ballukun ndërsa e ktheu atë në të paprekshme. Edi Rama ju tha shqiptarëve sot se Belinda Balluku është e paprekshme, se skapi është një zero me bisht, se drejtësia nuk ekziston dhe se ai nuk ka ndërmend të përfill asgjë nga kushtetuta dhe ligjet e vendit. Për ish-kryeministrin demokrat, me këtë vendim Edi Rama dëshmoi më shumë se kurrë se është i gatshëm që të përdorë mandatet e krimit kundër interesave të shqiptarëve. Ai mbori në mbrojtje totale veten e tij, sepse de facto Lubia nuk ka qenë asgjë tjetër, veç se noterja apo regjistruesja e të gjitha vjedhjeve 25 vjeçare të këtij kryehajduti.
Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi hodhi poshtë pretendimet sipas tij të kryeministrit Edi Rama se SPAK nuk ka sjellë prova për dyshimet për shkelje të barazisë në tendera ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në një konferencë për mediat, Bardhi listoi materialet e ofruara nga SPAK në 2 raste dyshuara për abuzime nga 2 ish-zëvendës kryeministra. Çështja Ben Ahmetajt është 1/200 e provave që kanë ardhur për Belinda Ballukun. Unë jam antar i Këshillit Mandati, kam shqyrtuar të dyja çështjet. Atje kishte indicje, këtu ka prova. Atje kishte të dhëna dhe dyshime, këtu ka prova që provojnë kryerjen 11 herë të veprës penale nga Belinda Balluku. Ndër të tjera, Bardhi tha se i vetmi rast ku mund të refuzohet kërkesa e SPAK për marrjen e autorizimit për arrestim është nëse prokuroria do ishte duke ndjekur politikisht Belinda Ballukun. Dhe me qënë se unë i kam tërhequr prova dhe i kam lexuar një më një ato prova, dua t'ju konfirmoj dashur bashkëqytetar që nuk është e vërtet që prokuroria ka sjell në kuvend vetëm arkivën e Ministrisë Infrastrukturës. Prokuroria ka sjell me mira faqe përgjime mes Belinda Ballukut dhe varësve të saj, ku provohet përtej çdo dyshimi të arsyeshëm se si ka paracaktuar shpërndarjen në mënyrë korruptive të 1.1 miliard euro. Gjykata e posaçme e apelit për korrupsion dhe krimin organizuar lë në fuqi pezullimin nga detyrat e Belinda Ballukut. Çështja u shqyrtua nga trupa gjykuese e apelit posaçëm pas kërkesës së ish-zëvendës kryeministre socialiste. Ndërkohë Belinda Balluku është shkarkuar nga 2 funksionet që mbante në qeveri, atë të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Ambasada e Gjermanisë në Tiranë deklaron se ndjekja e korrupsionit në nivele të larta duhet të zbatohet shpejt dhe pa pengesë, duke kujtuar se këto janë kushte për procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Kushti domosdoshëm për të bërë progres në këtë proces të bazuar në merita është ndjekja penale me efektivitet e korrupsionit dhe në raste të rangut të lartë. Pritshmëria jone e qartë është që edhe në këto raste ndjekja penale përmes drejtësisë të mund të realizohet shpejt dhe pa pengesa. Prej politikës shqiptare vazhdon të kërkohet ende që të garantojë këtë proces, thuhet në deklaratën e përfaqësuesit të Berlinit zyrtar në Tiranë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i garantoi raporterit për Shqipërinë në Bundestag, Peter Beyer, se opozita është e vendosur për të mbështetur integrimin evropian të vendit. Kryetdemokrati deklaroi se e ka informuar raporterin për gjendjen e sistemit të drejtësisë dhe lidhjet e karteleve të drogës. Projekti për të ardhmen më të mirë të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Natyrisht e njoha dhe me pengesat e mëdha, serioze, shumë të mëdha, me gjendjen e bllokimit të plot të sistemit të drejtësisë, kartelet e drogës dhe fuqinë e tyre shumë të madhe për shkak të lidhjeve të niveleve më të larta dhe vështirësitë të tjera me të cilat ne përballemi, por dhe vendosmërinë tonë për të vazhduar përpjekjet në këtë vend që të realizojmë projektet që kemi. Edhe raporteri për Shqipërinë në Bundestag, Peter Beyer, deklaroi se ka nevojë për një qasje shumë të qartë, transparente dhe të hapur sa i përket sistemit të drejtësisë. Kryetari i Gjykatës së Lartë në Shqipëri kërkon rishikimin e dhënieve të masave të sigurisë. Fillon procedura për ndryshimin e pjesshëm të praktikës së njësuar të kolegjeve të bashkuara lidhur me vendimin unifikues të vitit 2011 mbi masat e sigurimit personal. Sipas Gjykatës së Lartë, qëllimi është të sigurohet një praktikë gjyqësore më e njëtrajtshme dhe në përputhje me standardet kushtetuese ligjore dhe ato të Konventës Evropiane për kufizimin e lirisë personale. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në raportin vjetor për vitin 2025 tregon për rritje të volumit të hetimeve penale në gjithsej 871 procedime, nga të cilat 294 raste të reja. Për vitin që lan pas, vlera totale e aseteve të sekuestruara dhe konfiskuara arriti në rreth 45.4 milion euro. Nga 30 zyrtarë dhe ish-zyrtarë të lartë, në hetim 18 persona janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim, ndërsa 10 prej tyre janë dënuar me vendim të formës së prerë. Raporti tregon gjithashtu një ulje me rreth 53.4% të përdorimit të masës së sigurimit Ares me burg, duke reflektuar një zhvendosje drejt masave alternative të sigurisë. Sulm kibernetik në kuvendin e Shqipërisë. Administrata dhe deputetët gjatë ditës së martë nuk patën akses në kompjutera dhe adresat e email-it. Të dhënat e tyre u publikuan në faqen e internetit Homeland Justice në Telegram. Gjatë verifikimeve është vënë re fshirja e një pjese të informacionit në disa llogari përdoruesish të punojësve të administratës.
Përmes një deklarate të shpërndarë për mediat, Kuvendi ka bërë të ditur se vlerësimi para prag teknik tregon se mund të bëhet fjalë për një sulm të sofistikuar kibernetik, i cili ka pasur si synim fshirjen e të dhënave dhe cënimin e disa sistemeve të brendshme. Nga analizat e para rezulton se infrastruktura kryesore e punës nuk është prekur, thuhet në deklaratë. Menjëherë pas konfirmimit të incidentit janë marrë masa për izolimin e trafikut të dyshim dhe për neutralizimin e sulmit. Prokuroria Speciale në Shqipëri zgjeron bashkëpunimin me institucionet e sigurisë në Kosovë. Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës Blerimi Sufaj dhe kreu i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të Shqipërisë në SPAK, Klodian Brau, firmosën marrëveshjen për krijimin e ekipeve të përbashkëta hetimore. Gjatë takimit, Brau dhe Sufaj shprehën gatishmërinë për angazhim të përbashkët me qëllim avancimin e mëtejshëm të koordinimit ndërinstitucional, thuhet në njoftimin zyrtar. Ekonomi. Qeveria shqiptare fillon marrjen e masave për të vendosur në mbikëqyrje rritjen e çmimit të karburanteve. Kërkohet ngritja e një task force të përbashkët mes dy institucioneve. Ministri i Financave Petrit Malej theksoi se ky plan operacional vjen në kontekstin e zhvillimeve të fundit ndërkombëtare, të cilat kanë ndikuar në çmimet e hidrokarbureve. Çmimet të cilat do të jenë në monitorim nga këto dy institucione në mënyrë që mos të kemi rritje abuzime të këtyre çmimeve në sektorin e tregtimit të hidrokarbureve me shumicë apo dhe me pakicë. Sot kemi dakordsuar se kush do të jenë hapat që do të ndiqen nga këto dy institucione, duke filluar që nga vlerësimi me risk i operatorëve që operojnë në këtë sektor, por nga ana tjetër edhe duke marrë informacione nga tregu për sa i përket abuzimeve potenciale që mund të ndodhin. Kjo task force do të ketë në fokus rritjen e kontrollit dhe efikasitetit tatimor dhe doganor në sektorin e hidrokarbureve, si në tregtimin me shumicë ashtu dhe në atë me pakicë, në mënyrë që të shmangë rritjet abuzive të çmimit të tregtimit të karburanteve, duke mbrojtur kështu qytetarët shqiptar. Kontrolli do të fokusohet jo vetëm në kontrollin e dokumentacionit doganor apo tatimor, por edhe në kontrollin fizik të sasive të hidrokarbureve që tregtohen nga pikat e tregtimit me shumicë dhe pakicë. Qeveria shqiptare ende nuk ka vendosur për ngritjen e bordit të transparencës për monitorimin e çmimeve në tregjet e hidrokarbureve. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj para gazetarëve sqaroi se rikthimi i kësaj strukture mbetet një mundësi për të frenuar rritjen e çmimeve, siç veproi në vitin 2022 pas shpërthimit të luftës në Ukrainë. Kemi pasur një eksperiencë të krijimit të një bordi transparence i cili monitoronte dhe vendoste për çmimet e shitjes me shumicë dhe me pakicë. Nuk gjykojmë që ende situata nuk është në nivelin e ngritjes së bordit të transparencës, megjithatë jemi duke monitoruar në mënyrë ditore dhe nëse do të kemi një rritje të mëtejshme të çmimeve, do të duhet që të hyjmë në atë regjim. Pas mbledhjes së qeverisë, ajo deklaroi se operatorët e karburanteve po mbajnë në monitorim për të mos lejuar spekulimet me çmimet. Sa i takon çmimeve, ne jemi duke monitoruar në mënyrë ditore, qoftë çmimet e bursës për lëngjet, pra naftën, benzinën dhe gazin që hynë në vend, qoftë çmimin me të cilin karburanti del nga dogana, por gjithashtu me çmimin e tabelave që shkon për tregtim. Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka ngritur sërish shqetësimin për rritjen e çmimeve të naftës, ku në disa pika karburanti arriti dhe 201 lekë për litër. Duke referuar edhe masave që ka marrë qeveria për monitorimin e tregut përmes një task force, Braçe tha se ajo nuk është e mjaftueshme. Gjatë tyre 3 ditëve qeveria ka qenë aktive sa i takon monitorimit të tregut dhe një lloj komunikimi vendosur me operatorët në treg. Ministra sot paralajmëroi që në rast se do të has abuzime në treg, do të rikthehemi tek praktika e bordit transparencës për çmimet e hidrokarbureve. Por unë mendoj që nuk mjafton, sepse problemi ynë nuk është monitorimi. Për deputetin e Partisë Socialiste, problemi qëndron tek modeli i tregut të naftës, duke theksuar se sistemi aktual favorizon tregtarët dhe jo qytetarët. Problemi ynë është modeli i tregut që kemi. Kompanitë detyrohen që të kenë rezerva strategjike, dhe askush nuk po flet për to. Kompanitë është fakt, i kanë depozitat plot. Dhe askush nuk referon se sa është gjendja e naftës në depozita dhe kur është krijuar kjo depozit, me çfarë çmimesh është bler kjo naftë. Ndërkohë që në krahun tjetër modeli i tregut që ne kemi sot është disfavorizues për të bler naftë me çmim të mirë. Nga jashtë deri këtu brenda. Ishte deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe. Rritja e çmimeve të karburanteve në tregjet e tregtimit me pakicë është ngritur sërish si shqetësim në Shqipëri. Zëvendës presidentja e Partisë së Lirisë Erisa Xhixha deklaroi se rritja e çmimit të karburantit godet drejt për drejt ekonomitë e familjeve shqiptare.
Në një deklaratë për media, Xhixho shpreh se çmimi i naftës ka arritur në rreth 1.95 euro për litër. Në të njëjtën kohë, Shqipëria vazhdon të paguajë naftën më të shtrenjtë në rajon. Sot qytetarët shqiptar paguajnë rreth 1.95 euro për litër, ndërkohë në Kosovë çmimi është rreth 1.18 euro për litër. Në Maqedoninë e Veriut dhe në Malin e Zi është rreth 1.27 euro për litër. Kjo diferencë e madhe, sipas Xhixhos, lidhet drejt për drejt me nivelin e lartë të taksave dhe aksizave të cilat përbëjnë rreth 60% të çmimit të naftës në vend. Kjo diferencë e madhe nuk është rastësi. Ajo lidhet drejt për drejt me nivelin e taksave dhe aksizave, të cilat përbëjnë rreth 60% dhe përsëris 60% të çmimit të naftës në vend. Xhixho kërkoi që të miratohet me procedurë të përshpejtuar propozimi i Partisë së Lirisë për pezullimin deri në fund të vitit 2028 të taksës së qarkullimit dhe taksës së karbonit. Partia e Lirisë ka propozuar një masë konkrete dhe të realizueshme pezullimin deri në fund të 2028-s të taksës së qarkullimit dhe taksës së karbonit. Ky është një hap i domosdoshëm për të ulur çmimin e naftës dhe për të lehtësuar barën që sot rëndon mbi familjet dhe bizneset shqiptare. Kjo masë do të ndikonte drejt për drejt në frenimin e rritjes së kostos së jetesës, në stabilizimin e çmimeve dhe në mbështetjen e ekonomisë familjare në një moment të vështirë ekonomik. Përfundon studimi i fizibilitetit për Ekurudhën e Kombit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se Ekurudha Durrës-Prishtinë do të jetë gjatë 105 kilometra, ndërsa në takimin e fundit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti është diskutuar për të gjetur dhe 2 mënyra të reja për financimin e këtij projekti. Ka përfunduar në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës studimi i fizibilitetit dhe projekti paraprak për Ekurudhën e Kombit Durrës-Prishtinë me gjatësi 105 kilometra, 14 tunele dhe 43 ura. Në takimin e fundit me kryeministrin Kurti kemi folur edhe për 2 pista financimit huaj, të cilat do t'i eksplorojmë bashkërisht. Deklaroi Edi Rama. Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tobaku referohet raportit më të fundit të SPAK kur deklaron se korrupsioni ka kapur ekonominë, administratën publike dhe tregjet kryesore në Shqipëri. Përmes rrjeteve sociale, deputetët demokratë nënvizoi si janë këto nivelet e korrupsionit që po bëjnë që shqiptarët të largohen nga vendi i tyre. Ku është konkurenca, ku është gara? Korrupsioni e ka vrarë edhe garën e ekonomi, edhe ekonominë e tregut, ka vrarë çdo shpresë të bizneseve e qytetarëve për një ardhmë normale. Deputetët demokratë theksoi se sistemi aktual ekonomik dhe institucional është ndërtuar në një mënyrë që sipas saj ushqen korrupsionin dhe deformon konkurrencën në treg. Jo sepse e thot SPAK-u në raportin e fundit, por prokurimet publike sot janë gjithat paracaktuara, është një sistem që jo vetëm bën pastrimin e parave, po jep pagar tenderat, jep ato me vlerë shumë fishuar, jep ato në mënyrë të paracaktuar. E praktikisht institucionet shqiptare sot operojnë si grupe strukturuara që vetëm japin tendera. Sociale. Modernizimi i kurikulës në arsim duke filluar me klaset e para, të 6 dhe të 10 dhe zbatimi i planit për teknologjinë e informacionit dhe komunikimin në të gjithë sistemin parauniversitar në menaxhimin e sistemit përmes platformës SMIP janë në thelb të reformave të planifikuara nga Ministria e Arsimit në Shqipëri në kuadër për strategjinë kombëtare të arsimit 2027-2032. Ka filluar që në këtë vit shkollor me klasën e parë të 6 dhe të 10 do të vijojë deri në vitin 2032 derisa të mbarojnë të gjitha vitet që ndjekin nga klasa e parë deri në atë të 12. Do të vijojë me të njëjtin prioritet dhe intensitet plani për teknologjinë e informacionit brenda sistemit parauniversitar, si në menaxhimin e sistemit përmes asaj që quhet platforma SMIP, por edhe vazhdimi i pajisjes shkollave deri në 1000 laboratorë inteligjent dhe pajisja e të gjithë gjimnazet me laptop në shërbim të mësuesve të gjimnazeve. Për sa i përket arsimit të lartë, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro u shpreh se fokus është cilësia dhe ndërkombëtarizimi. Në arsimin e lartë kemi prioritet cilësinë dhe ka filluar tashmë puna për rishikimin e ligjit arsimit lartë, i cili mbasi bëri një jetë 10 vjeçare ka krijuar mjaftueshëm përvoja të mira, por edhe në përvoja të cilat ka nevojë thelbësore për tu përmirësuar me 2 prioritete kryesore. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.